denoncime kur organi akuzës refuzon ti hetoj këto? Ne kemi gjithë dokumentat. Organi akuzës fakton se është seksioni i Partisë Socialiste. Po ne kemi aq dokumenta për këto patronazhistët të nxjerra dhe nga vetë kompjuterët e tyre. Po, nga laptopet. Këto laptopet janë bërë problem. I kemi, do ja u paraqesim. Po, dhe në qoftë se njerëz pa përgjegjshëm prokurorin e Tiranës mbyllin syt, bota nuk mbyll syt. Shqiptarët nuk mbyllin syt. Luftëtarët e lirisë nuk mbyllin syt. Luftëtarët e votës lirë nuk mbyllin syt. Kur? I kemi dhe i kemi tani ca përgjeni nga laptopet. Po, laptopi humbet në herë, ju e dini vetë. Laptopi humbur ka bërë problem historik. Doj pristi, mos u gut. Pristi, ne jemi këtu për të paraqit dokumenta, për të faktuar me vendosmërinë më të madhe, seriozitetin më të madh, farsën e 11 majit. Dhe me këtë rast, paralajmëroj Ilerian Celibashi të dorëzoj çdo dokument që kërkohet në përputhje me ligjin dhe të hedh poshtë qëndrimin e turpshëm për mercenari të Ilir Usmailit, një figurë e zhveshur nga çdo lloj norme dhe standardi njerëzor, një shërbëtor pas një parim që ka votuar djetë mos u japin proces verbalet e qendrave të votimit kandidatëve apo Partisë Demokratike për Kuksin. Ku kemi fituar? Dëgjoni, ku kemi fituar? Proces verbalet. Edi Rama që s'kërkoi dot një proces verbal kur në 2009 u kujtua pas 4 muaj pas zgjedhjet hap kutit, thoshte. Këta s'japin proces verbale, dje një sfaqato, një mercenar pa asnjë lloj norme morale njerëzore bllokon proces verbale të kërkuara nga komisionerët. Dhe kjo nuk është detyrë e tij, është detyrë e Ilerian Celibashit. S'ka punë kërkush me ato i jep ligji. E morët ju vesh, në qarkun që ne kemi fituar, nuk u dhanë proces verbalet. E verifikova se njërë thashë se është e pamundur. Por Edi Rama i qonë të kaj i qonë të njëri që zbaton çdo lloj urdhri. Një turp njerëzor. Dhe vendos që nuk mund të merri proces verbale se i kanë komisionerët. Të komisionerëve janë s'janë, por se zyrtare janë ato që janë dorëzuar aty. E kuptoni si duan ta bëjnë procesin? Pra Edi Rama nga një anë urdhëron kandidatët e tij që të mos kërkojnë në asnjë mënyrë hapje kutish. Nga ana tjetër urdhëron një çfarë mund t'i thush se çdo epitet po s'do të prishgojnë mund t'i vesh Rusmailit, që të mos jap proces verbale. I kërkoi Ilerian Celibashit me urgjencë të dorëzoj proces verbalet, kur kërkohen në përputhje me ligjin. Asnjë vendim nuk mund të pengoj marrjen e proces verbale gjatë procesit ankimor. Ky është procesi ankimor. A mund të imagjinoni ju pra një shtet, narkoshtet të tërë, të mobilizuar se si të fshe farsë elektorale. Këta kanë frikë nga dokumentat edhe aty ku kemi fituar ne.
Ka një, sepse këta kanë bërë çdo gjë. Dhe ato në Kuks, unë zdi se kush i ka kërkuar një kandidat mos gabot i mbështetur nga se çdo kandidat do mbështetet për kërkesat. Nuk ka diskutim. Ne jemi për transparencë, pavarësisht se çfarë mendon Partia Demokratike apo Sali Berisha se ky kandidat që ka këtë pretendim, ka të drejtë apo s'ka të drejtë, do të prevalojë drejta e tij për të kërkuar transparencë. Jo mendimi im apo mendimi i drejtuesi tjetër që e mor lere se kjo kështu e kjo është. Jo, do shkosh shifi. Është normale. Dhe aty nuk e di në rast e Kuksit, nuk kam qartë e kërkoj kandidat apo vetë partia. Por ai ka votuar për të mos dhënë proces verbale të qendrave të votimit dhe të komisionëve të numërimit. E kuptoni se çfarë mund të se s'do të shojgojnë për t'i dhënë atë që meriton. Këta janë, urdhoni. Edhe një pyetje tjetër. Ju denoncuat faktin se kompania DHL në shtetin grek ka përdorur kompaninë nën kontraktore për shpërndarjen e materialeve zgjedhore dhe për t'i mbledhur pas zarfat për t'i dërguar në Shqipëri. Tani kush e ka përgjegjësi ligjore dhe do të bëjë Partia Demokratike një padin ndaj zotit Seli Bashi, ndaj Seli Bashi, ai që ka autorizuar. Përgjegjësinë ligjore ka ai që ka autorizuar këtë. Kërkesa jonë ka qenë e prerë që s'mund të ketë nën kontraktor dhe është e shkruar në kontratë që s'mund të ketë nën kontraktor. Dhe në fund, ne kemi dokumenta. Ja u paraqesim këtu të komunikimit të drejtuesve të PS-s me nën kontraktorët. Dhe jemi plot dokumenta ne. Laptopi flet shumë. Shkonin filan vend, merrnin filan vend, bëni te, fola me spedicierin, fola me këtë, fola. I kemi të gjitha. Do dalin këto. Do shihni se proces ka qenë. Dhe ata që përpiqen t'i imponojnë shqiptarëve një proces të tillë, unë mendoj se gabojnë rënd. Kjo s'imponohet më. Ne do t'i U asolën laptopin apo e gjetët? Këtë laptop me dokumenta? Jo, çdo gjë mund të them unë. Jo. Po, i sinqert me ju, ato që do paraqiten para jush do të jenë edhe nga laptop të tyre. Faji tyre, jo joni. Zoti Berisha, Mariklen Kumen nga MCN. Ka zhvilluar veprimtari kriminale me laptop. Kjo është gjithë puna. Laptopi është mjet krimi për ta. Ju publikuat disa proces verbale ku janë shnuar votat të cilët janë gjetur nga zarfet për diasporën. Këto proces verbale janë firmosur edhe nga numëruesit tuaj në këto komisione dhe dyshimet e juaja janë që janë bler edhe komisionerët e juaj? Jo, asnjë. Faleminderit për pyetjen. Të gjithë mo nuk u ndala, të gjitha këtu i keni çdo faqe, e keni me një sëri shënimesh dhe kundërshtimesh. Jo. Kanë qëndruar në mënyrën më të vendosur. Dhe unë nuk u ndala në këto komente, shife. Ke këtu vazhdo tjetër mëra, të gjitha kanë, jo, ata nuk janë pajtuar me këto. Në asnjë mënyrë. Ja, tjetër, jo, çdo gjë është, nuk është e vërtetë kjo. Mirë që e pyet, edhe se më kanë pyetur edhe një herë tjetër, jo, komisionerët kanë zbatuar porositë tona. Cile ka qenë porosia? Të vlerësoni çdo dokument mbi bazën e ligjit, mbi bazën e çdo vot. Të vlerësohet çdo vot mbi bazën e përputhërisë ligjore. Çfarë do thotë kjo? Do thotë kjo që vërtetohet se vota është dorëzuar votuesit, se votuesi ka firmosur që e ka marrë, se e ka dorëzuar. Me fjalë, ka një procedurë për fat të mirë, për votat e diasporës është një procedurë e miratuar me konsensus. Dhe ajo quhet vote e ligjshme. Jo, këta kanë qëndruar mas çdo vote përfaqësuesit tanë. Po, nuk po merr me to se shkon shumë gjatë ajo. Po. Për ta sqaruar, zoti Berisha, dyshimi juaj është që është falsifikuar proces verbali sepse ishin është koincidencë 20. Jo, nuk është para. Jo. Apo numri i votave. Jo, nuk është para. Janë dërguar në drejtimin e Talant Baz dhe Belinda Ballukut
patronazhistë që kanë mbushur zarfet në vendet caktuara në Greqi dhe në Itali. Të paktën në këto dy vende e kemi të sigurt. Janë kontraktuar ish punojës ambasade dhe punojës ambasade, janë kontraktuar ish zyrtarët Partisë Socialiste, zyrat e tyre, për të grumbulluar zarfat dhe për t'i paraqitur si duhet, për të bërë këtë që kanë bërë, gatimin. Jo, kjo është, domethënë ajo. Ne kemi dhe një gjë tjetër, ka këtu shumë. Mos harroni se mungojnë 60.000 vota. Ku janë? Fletet janë përdorur brenda vendit. Ka shumë gjëra, po ne vazhdojmë, ne do të zbërthejmë këtë proces, po, se dërgu fare. Ne do të zbërthejmë këtë proces 1-1. Kjo është procesi më i turpshëm. Kjo është farsa më e turpshme. Dhe askush s'mund të kalojë mbi të. Jo. Zoti Berisha, të ndalemi pak të shifrat e diasporës. Partia Demokratike dhe Partia Socialiste para zgjedhjeve nisën një fushat të etshme për te kufive dhe të dyja palët nisën, mund të themi, të vinin një objektiv se sa vota nga diaspora do të merrnin. Nisën edhe regjistrimet, ju keni hapur dhe një portal diaspora që ende nuk e dim se sa ishte shifra finale që arritët të regjistronin në këtë portal. Ndërkohë nga ana tjetër dhe Partia Socialiste i vuri një objektiv vetës të kishte mbi 120.000 kontakte mos gaboj dhe kontaktet e tyre pas zgjedhjeve u verifikuan që janë përkthyer në vota. Ju i vendosët një kuotë kandidatëve tuaj për deputet që të blindnin mos gaboj rreth 300 vota. A keni pyetur, keni analizuar ku janë të votat që i kërkuat kandidatëve dhe nuk janë përkthyer në finale? E po ashtu dhe ku janë votat, mund të themi, që u regjistruan në portal dhe nuk janë përkthyer dhe këto vota. Pra, Partia Socialiste ka në kuti aq sa kishte objektiv. Po Partia Demokratike? Po. Partia Socialiste ka në kuti aq vota sa mbushen patronazhistët dhe sollën këto rezultate. Aq vota ka. Partia Demokratike respekton sekretin e votës. Partia, dhe nëse u kujtohet, unë kam bërë thirrje çdo personi në diasporë dhe në Shqipëri, votën e sekret mos e dekonspiro. S'merrem me atë. Jo. Edhe një herë, të lutem. Jo. Për ne vota është sekret. Nuk hym ne në atë si votoj ky, si votoj. Ne shohim si e manipuloj ky. Shohim se kontrata ishte me DL-n pa nën kontraktor. Shohim se kontrata u shkel dhe nën kontraktor u bën disa, u përzgjedhë posta shqiptare. 2. Shohim se midis nën kontraktorëve dhe grupeve dhe drejtuesve kemi dokumenta. U vendosen komunikime direkt. Shkonin filan vend, merrin filan vend. 3. Shohim se me dokumenta mungojnë të paktën zlihet fati i 40.000 fletëve, të cilat për ne janë shpërnda brenda vendit dhe nuk janë dërguar. Pra këto erëzojnë procesin. Ne nuk merremi, ne nuk mund të pranojmë një proces që është manipuluar në çdo aspekt. Në asnjë rrethan, po mendje njerëzore që të ketë kuti me 97% vota për Partinë Socialiste, apo kjo nuk mund ta pranoj. Pra ne kemi të gjithë dëshmit e ndërhyrjes brutale në procesin e votimit të diasporës dhe unë jam i bindur që diaspora shqiptare në 4 anë të botës do reagoj kundër narkoshtetit me forcën më të madhe. Sepse ka shkelmuar votën e diasporës. Njerëz që votonin për herë të parë, njerëz që e bën me dashamirësinë dhe dashurinë më të madhe për vendin. Zoti Berisha, Isa Myzyra nga Ora News. Ju personalisht jeni angazhuar në një betejë kundër asaj që ju quani farsë zgjedhore, duke paraqitur çdo ditë dokumente, fakte që sipas jush vërtetojnë farsën zgjedhore, por edhe persona të tjerë janë angazhuar në këtë dokumentim, siç është grupi i avokatëve tuaj.
Por disa zyrtarë të tjerë të lartë të Partisë Demokratike duket sikur kanë halle të tjera. Dy prej tyre, për shembull, drejtuesi politik i qarkut të Gjirokastrës, zoti Tritan Shehu, ka një javë që shkrua në rrjetet sociale kundër ambasadorit Silvio Gonzato për shkak të një deklarate të dhënë prej tij. Ndërkohë, Zonja Kalaja, kryetarja juaj e gjykatës, është hedhur në sulm tani më edhe ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Jo. A ka një qëndrim Sali Berisha edhe për Qëndrimet zyrtare të Partisë Demokratike i shpreh kryetari i Partisë Demokratike. Kjo të ketë, domethënë, Isa, kjo është shumë e prerë. Për sa i përket mendimeve të individëve të caktuar, për ato janë individuale dhe nuk shprehin mendimin e Partisë Demokratike. Sigurisht, qëndrimi i Partisë Demokratike është i qartë si forcë konservatore, po të kthehemi tek familja, por ajo nuk është, domethënë, orientimi seksual i gjithë secilit është çështje private, nuk është çështje dhe ne nuk ndërhyjmë në jetën private të ndonjë njeriu. Nuk ndërhyjmë, ne kemi parim këtë ne. Kjo është qëndrim, edhe ky është, edhe të dyja janë qëndrimet të Partisë Demokratike. Pra, ne respektojmë të drejtat e njeriu dhe orientimin, sigurisht që jemi për familjen, burr dhe grua, këtë nuk lëvizim nga ky koncept, por i kemi të qarta ne qëndrimet. Qëndrimet individuale janë individuale dhe ato së përfaqësojnë partinë. Një pyetje të fundit për të rikthyer sërish tek mesazhi i ambasadës amerikane dje. Pse i quani qëndrimin e shprehur dje një asgjësim politik të kryeministit Edi Rama? Thjesht për faktin që mungoi përshëndetja ndaj tij nominalisht si fitues. Pse i quani mesazhin e djeshëm të shpërndar nga ambasada amerikane si një asgjësim politik të kryeministit Edi Rama? Asgjësimi politik i kryeministit Edi Rama bëhet vetëm nga shqiptarët me vendosmërinë e tyre, me qëndrimin e tyre ndaj armikut më të egër pasenverhorës për votën e tyre të lirë. Ky është qëndrimi. Aty është të vërtet që pranaj thashun zonjës Maloku që ta shofi urimin e 21-shit, e 2021-shit, po e tjerë me radhë, tjerë, por për sa i përket asgjësimit politik, kjo është në detyrimin e qytetarëve shqiptarë të mbrojnë votën e tyre dhe ata do t'i presin biletën Edi Ramës për aty ku e meriton. Unë dalë këtu çdo ditë për me qëllimin më kryesor, për t'u dhënë të gjitha provat, faktet, dokumentat atyre qytetarëve që janë të gatshëm të luftojnë për votën e lirë, motivimin maksimal për farsën që është realizuar. Së unë e di që ka të tjerë që thotë mirë dhe asër gjatë e punë ma. Ka të tjerë që thotë ne po ikim tani se s'kemi punë ma këtu. Janë të ndryshëm njerëzit. Por unë këtu flasë për ata të cilët e konsiderojnë votën e lirë vlerë themelore të një sistemi demokratik. Berisha, ju për ditë flisni për luftë. Kur nis lufta e Partisë Demokratike, pasi nesër kemi seancë plenare dhe deputetët janë të paqartë se cila do të jetë lufta atyre nesër. Më thuj pak, a nuk është luftë kjo që po bëjmë sot? Nesër ka parlament dhe ende nuk ka një vendimarrje. Luftrat nuk janë vetëm me Kalashnikov dhe me bazuka. Jo, janë edhe këto. Pra, vazhdojnë. Deputetët janë të paqartë se çfarë do të bëjnë nesër në parlament. Kjo është lufta. Lufta jonë është qeveri teknike, zgjedhje të lira, kaq. Zgjedhje të lira. Po kur të pranojmë ne
kandidatët, zgjedhjet e karteleve të drogës, kur. Dhe ajo që kam zgjedhur para jush këtu, jo Sara Milen, apo Besa Spahon e Suel Çels në Korçë, dhe atje ai dominon tregun e lojrave në Korçë dhe të kokainës. Rama i ka dorëzuar dhe Korçën atij, me kush që të mbështetej Besa Spaho. Ne po i gjejmë një nga një ku janë. Dhe ne do ja paraqesim botës dhe shqiptarëve. Apo unë mora këta dy, apo kandidatët e Altin Hajrit. Jo, nuk i pranojmë ne, apo të kartelit troplinve, apo të bajrëve, apo jo. Kjo është betejë, është një betejë e vështirë, sigurisht, por betejë e suksesshme, është betejë për të vërtetën dhe ne do ja fitojmë këtë betejë. Faleminderit.